Në lidhje me atë, unë desha doja drejtoj nëpërmes në qoftë ka një kështu staf i tij që e dëgjon, me kadastrën, në lidhje me kadastrën. Të baje, ai thashë do të bajen nëpërmes i Albanias, po ajo s'të hap rrugë. Ato mund të jenë shumë të korruptuar atje në kadastër, se ato duhen me i shkul gjithë prej karrigave. Sa i vërtet mund të jetë unë baj kërkesën në thotë është në shërtim, është në shërtim e sipër. Po ka 3 vjet, 2 vjet që del në shërtim për lejen e ndërtimit. Shkoj ta baj unë ndërtimin se thot ai hajdeni ktheheni. Po me shku me ba unë në Shqipëri, unë me shku me ba një shtëpi, atje unë e kam akoma është për leja e tokës është në shërtim e sipër. Unë kërkoj një leje ndërtimi, që nesër mos bie policia më kërkoj 10.000 euro mu ta mbyllim çështjen. Kërkoj një leje ndërtimi nga ajo, se toka ime është e futme në proces, por ne dikur kena pas bërë thjesht një barake. Nuk kena shtëpi ndërtimi. Këtë desha t'i tham unë zotit Rama, për ne emigrantët që dona mu kthy me ardha atje me jetu, na bani një lehtësim që unë të vije ta baj atë baraken, ta baj shtëpi, e ta baj edhe një mini market. Kjo ishte kërkesa, po nga që është koha shumë e kufizuar, aty nuk ke mundësi me i thanë. Kisha me thanë edhe një fjalë tjetër në lidhje me Ramen. Rama ka ngel një makinë lësh, du me pru si histori. Ka ngel një makinë lësh. Edhe ai kryetari i familjes ka me thirr disa të ri, sa ato kanë forcën, por atë diturin e ka i vjetri, e drejton timonin. Prandaj, makinën edhe kësaj herë nga Lloshi, do ta nxjerrë vetëm Rama. Edhe në qoftë se Rama jam prap pro spakut, qoftë se Rama ka bë gabim, ka deviju, le ta verifikoj tjetër kush, jo ne. Unë baj luftë qysh në 2013 mu kësy, pa arsyeja fëmijëve, tani fëmija janë rrit, unë me burrën e dëna mu kësy. Se s'mund të rrim një jetë këtu. Por këtë çështja problemi ka qenë kjo punë, se ne jena tu marrë të 3-4 vjet mbas kësaj toke, qysh në shumë vite përpara, e kena futur në regjistrim, edhe kena nesh problemin te kadastra. Se kadastra, sa do që të baje Edi Rama me u fut me jashtu, aje ka aty në dorë dhe e mbyll qesmen. E thot, hajde bjerë një 10.000 euro, se ashtu. Se më janë afru njerëz, më kanë thanë, unë di dike, unë di kam i shok, unë kam këshu. Po se kanë pas besimin edhe kam pashdu asun ma gjatë, se dhe burri thënte nuk dëna me ba gjatë pa liqshme. Edhe mendojmë, pse mos ta mendojmë? Shqipëria shumë mirë, si të largohen nga korrupsioni, të largohen nga edhe policia tjetë policia ma, jo të marrë unë telefon policin që hajde se më ka bloku dikush rrugën, e më vend që të ndëshkoj atë personin, të më thojë mu hajde futu brenda, sepse janë gjithë atje bashkë, edhe ne që vim nga ndej, na shikojnë edhe pak me një sy që jena të huj. Pra, këtë Rama mund t'i rregulloje na jape një mundësi, a e vërtet e tha dje, që do jap mundësin të shtëpia gjyshit. Unë nuk kam shtëpi gjyshit. Unë kam atë 500 metër tokë, që du me e bashit t'ja u la fëmijëve të mi. Edhe të qenë ne atje, në Shqipëri, edhe vjen edhe fëmija pastaj. Se ne kena 2 fëmijë të rritur, edhe shojnë si mundësi, pse jo, çka ka Athina ma shumë se Tirana, apo Durrësi. Por këtu ka siguri. Siguria edhe ka shumë mungesat e shnetësia. Unë kam probleme me sytë, unë këtu shkoj i marrë, se i kam me sigurime shoqërore, shkoj i marrë falas. Njëherë në 4 vit, mi jep mu shteti falas. A në qësë unë du mi ba 500 euro, i shtoj vetë, pa ma i 100 euro mu mi jep aj. Pra ka shumë, janë disa gjanat holla që kanë shumë rëndësie duhet të rregullohen. Janë pa dyshim ca probleme, por mos pritni që doj rregulloje
krahi tjetër, apo krahi djathtas. Krahi djathtas, s'do e rregulloje. Sa ato janë kaq të teoritur për karrigen, janë kaq të uritur për me rregullu tezën, gjyshen, njërin e tjetrin, se të shikja nuk ashtë edhe ikon e bukur, shkon e fut babën e vet, ai e gjyshen e njërin e tjetrin, në qa kanë i fusin në për listat sigurta. Apo tjetri, kishte largu Sali Berisha nga Partia Demokratike, kishe qenë aty si një figur që ka prunë demokracinë, dikur gjoja, shumë mirë kishte ecë Partia Demokratike. Shumë mirë. Ai ka bërë shumë, ai e ka varros për mendimin tem, e ka varros Partinë Demokratike Sali Berisha. Në Partinë Demokratike tani është bë lëmsh. Nuk merret vesh. Nuk ka një person që del, të shi dale, nesër pretendon me u bë Rama mirë që tallet me te, po pretendon mu bë kryeministër, dale thoj o Rome, çdo 3 minuta. Ndoshta me stafin e tij ishte e bë, po unë them që gjatë ashtë edhe një muaj, ka shumë kohë. Ndoshta ndryshojnë gjanat, se dele e ban një program. Po herë këto partitë e vogla, këto s'kan një program që thojnë. Ashtë ai zoti Qorri, më ka pëlqy shumë, zonja Kocaçi, por përsëri që i thoni nuk e kanë atë forcën, atë autoritetin me qasë, do bëhet një burr shteti apo një zonjë e parë. Nuk ta japin atë vajbin e kryetarit shtetit. Arlind Qorri e kisha shumë dëshirë ta votoja, derisa i pash aty që u hangren ato gjithë bashk, edhe thash edhe ky iku. Sa i flet shumë mirë, ban munat shumë mirë, po populli ka nevojë për dashuri, për edukat, për kulturë, me tregu kulturën. Ti sot kur bashe qarravitesh në një studje televizive, nesër ç'a do bash? Për Ramën qa se kanë sha, qa se kanë ba, nuk ka dal për i vetës. Mund këtë pas momentet se ka tërsa vite në pushtet. Qa se kanë shajer, aty në opinion në ata nga matë nëshme qa se kanë thanë. Edhe përsëri, po ato dolin për i vetës, pa akuma pa e marrë pushtetin.